Sot në shënë një grus të diri shadar vetë me ba si burrat, si gratë njajtja. Kam të shka du me ba. Po. A merë vendime, du me thënë pa bashorti? Ja. Ja, du të me vetë bashorti ta ne për me ba. Edhe ajme ata. Kush është qëlla kryesor për ty? Burja e gruaja, familja? Ja, burë ishte. Burë. Qka thot burë? A ma dhe gruja e ka drejtat e vetë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Si mu kalon? Faleminderit. Nga përna vini? Qishtë dojë? Nga përna vini? Nga Perizoja? Nga Kaçanikja. A nga Kaçanikja në musafirin i këtu? Po. A me ba një grua sot? Ku është? A është e lidhë çka donë me ba një grua sot? Shka ka qef, liri. A ka një lidhë? Po, liri. Ti personalisht, si e sheni grua sot? Sot në shënë një grus të diri shadar vetë me ba si burrat, si gratë njajtja. Si për rëva shembull si unë, për shembull edhe unë e gruja. Po, ti, sa Shka? ki drejta, për shembull? Kam të shka du me ba. Po. A merë vendime, du me thënë pa bashorti? Ja. Kjo është qëtë. Ja, du të me vetë bashorti ta ne për me ba. Edhe ajmu edhe unë ata. Kush është qëlla kryesor për ty? Burja e gruaja, familja? Ja, burë ishte. Burë. Qka thot burë? A ma dhe gruja e ka drejtat e veta. A du me dëgju ka njëherë edhe mendimin e gruas? Po, burë edhe në gjënë. Gruja, burë. Njajtë. Çka me të pra të vratë që sot nuk i ndëgjojnë as burat, marrin vendime vetë. Valla katastrofë. Shumë keq. Për mu shumë keq. Se po ka shqiptarje, sa po të rathojnë shumë. Së sa? Kujtë. Pse një Gjojnë ma mira kujtë ju në shka. që po një grua është me fëmijë, i lanë fëmijët, edhe del me ti. Ja, shumë keq është. Nuk qëta së të për ana janë që e bënë qëta. Çfarë mendimi ke për këtë pra? Mendim janë për mu shumë, s'pe di qa me thonë. Keq shumë, katastrofë, milan fëmijën e vetë anë me shku për atë tjetër kona ishë. Ma rrimë për të. Ka pëllëson kushtet një grua, se dhe me thënë, nuk e donë. A duhet ajo grua, ka drejt, ta të rathojnë. Jo, ka drejt me hinë e kom punë, a mirë rritë fëmijën, mi këshy fëmijën edhe. Po, unë për nëcunaj, po. Vish fëmijën mësë milan. Po nëse ne për respektojnë. A dhunë, prapë duhet me vazhdu? Ja, shto do të më, normal që do të munda. A për shembull, kështu, do të më pensov me këshy fëmijën e vetë. A duhet sot një grua më varë shumë prej burrit? Për financa, duhet të mvarët një grua sot prej burrit? Ja. Ju punoni? Po, për e ka pa kështë. Sa fëmijë keni ju? I kam 3 djemë. Mashallah. Vajza nuk pas këta, po? Ja, a i kom posë marak po ju. Ki dhjetë në shatë parëme, da keni me gjëru familjen. Ja, ishallah djemët. Djemët, se shumë qikat i kom posë marak edhe ishallah kështë si djemët. A i keni diskutuna herë me burë me thonë, qështë se patëm edhe një pa? Ja, heq. Se 2 vjetë s'ku posë fëmijë edhe kështu. Mas 2 vjetë më kalin djallë, kanë edhe 2 djemë asa. Sa të plëtsojnë vajzat djemë? Unë si ti, njajtë janë, si vajzat si djemë, për shemë. Se kjatë, Ja, njajtë, qa për mu njajtë janë këtë. një nanë sot, sa bënë fëmi, është e letë mja këthy fëmija sot nanës. Ja, nuk banë mja këthy për keqë. Se që e nanë që e baba e më nëzë për fëmi. Për fëmi në vetë, a e prapë më këthy mja këthy për keqë. Për me shënimin tem nuk është mirë. A për e një mesaj gjithë grave, gjithë nanave, gjithë vajzave, që e kështë ta një mesaj në fund? Mesazh për nanët e atë, babat që i kanë, fëmijën e vetë do të mi këshy, do të mi përkra, gratë, burrat. Vetë mirë me qovë, se për keqë që të në sa ura bo. E fëmijën e vetë mi këshy, me respektu qështë. Do nge bo, që ka lëshë Mirë së ne, faleminderit shumë.